Ju një tjeta, nëse mendoni se lufta për Shqipërinë po bëhet ende me tanke apo me kufi gjeografik, jeni duke fjetur gjumin e madh të historisë. Sot pushtimi nuk vjen më me uniforma ushtarake. Vjen me dy dokumente në dukje pa lidhje me njëra tjetrën, por që mbajnë të njëjtën firmë ekzekutimi. Njëra të merr tokën nën këmbë, tjetra të ndryshon identitetin në gjak. Brenda të njëjtës javë, ndërsa vëmendja juaj i vidhet nga debatet sterile televizive që lidhen herë me çunat dhe gocat e fermës VIP dhe herë me Mateun që është ndarë nga Brikena, ne duhet të shohim se kemi hyrë në fazën klinike. Në Vlorë, aty ku Ismail Qemali ngriti flamurin e pronësisë së këtij vendi, po ngrihen garde mbi pronat e të parëve tuaj. Në të njëjtën kohë, në skutat e Ministrisë së Shëndetësisë po hartohen protokolle për të ndërhyrë në sistemin hormonal të fëmijëve 14 vjeçar të kësaj toke. Ajo që po vjen është shumë e madhe. A e kuptoni dot dhe a mundeni ta bëni pak lidhjen dy kolonat kryesore të identitetit njerëzor, toka dhe gjinia? Nuk është rastësi. Kjo është një taktikë e pastër anatomike e çmontimit të një shoqërie. Për ta zhbërë një komb, duhet të shkatërrosh dy shtyllat kryesore ekzistenciale. Territorin ku ai shtrin rrënjët e tij dhe identitetin biologjik, nëpërmjet të cilit njeriu dhe qenia njerëzore riprodhon vetvete. Kur njeriu nuk ka asnjë cop tokë të sigurt ku të vendos këmbën dhe kur fëmijës së tij i mjegullohet për kufizimi i bazë i natyrës dhe i biologjisë pa mbushur ende moshën e pjekurisë, ai njeri nuk është më qytetar. Është një numër i zhvendosur. Është një qenie e kontrollueshme për pa të kaluar, pa të shkuar, pa histori dhe pa të ardhmë. A mbani mend ju që keni lexuar se çfarë thoshte Mithat Frashëri i Madh? Shqiptarët do të fitojnë kur të mësojnë të duan dhe të mbrojnë pronën e tyre. Sepse pa pronë nuk ka liri, por ata ju a kanë vrarë pronën me ligj. Sot po ju merret liria e hapësirës dhe liria e natyrës njerëzore. Dhe ndërsa kjo ndodh, çfarë bën opozita? Është edhe zënë me rifreskimin e strukturave dhe të leadershipit 82 vjeçar, duke luajtur rolin e dekorit në një teatr ku regjizori i surrelit po na vendos këpucën në fyt. Ndërkohë ekranet mbushen me pellazg të cijas dhe historian mitologjik që ju tregojnë për ralla se si universi e ka origjinën shqiptare, ndërsa Shqipëria reale po u ikën nga duart sekond pas sekonde dhe nuk është i aftë askush të reagojë. Skandali i Zvërnecit dhe anatomia e mashtrimit të korporatës. E jani të futemi me bisturi investigative në plagën më të thellë të këtij vendi, në Zvërnec. Skena është e përsëritur, por këtë herë me përmasa gjeoekonomike agresive. Banorët lokal, ata që kanë me dekada që punojnë në toka, ullishte e zona peshkimi, pa pritur e gjejnë veten të huaj në shtëpitë e tyre. Kanë vendosur garde, janë vendosur pika kontrolli, polici, privatët sillen si sovran mbi territorin përpara se të ketë përfunduar asnjë proces gjyqësor apo regjistrim zyrtar i pronës në emër të kujt është. Dhe cili është justifikimi i institucioneve? Toka nuk është e regjistruar përfundimisht në kadastër, ose është zonë e mbrojtur ku shteti ka të drejtë të bëjë studime. Reagimi i parë i hajdutëve. Mendojeni pak këtë absurditet juridik. Shteti nuk u njeh dokumentet e vjetra apo trashëgimin e banorëve sepse mungon certifikata e qartë. Por të njëjtin territor ja dorëzon me shpejtësi maramëndse investitorit strategjik për të ndërtuar resorte me hyrje të kontrolluar. Pra, për fshatarin vlonjat është zonë e mbrojtur mjedisore ku nuk lejohet të bëhet asgjë, ndërsa për betonin e resortit privat të huaj kthehet në hapësirë zhvillimi. Kjo nuk është drejtësi. Kjo është grabitje shtetërore me licencë administrative. E jani
të çmontojmë deklaratën e kryeministrit të përkohshëm Edi Rama. Dëgjoni me vëmendje se si kryeministri anti-shqiptar përpiqet ta paketojë këtë operacion. Çfarë thot ai? Një qasje e re e qeverisë e ka libit thotë të Shqipërisë në një fazë të re. Korporata shqiptare e investimeve, thot Rama, ka krijuar një portofol me një kapacitet me gjysmë miliard euro që do të shkojnë në interes të shtetit, duke bërë që pronat publike të jepen në shërbim të zhvillimit. Mashtrimi i parë. Çfarë është një korporat shqiptare e investimeve? Është një strukturë hije, një mjet juridik i krijuar për të anashkaluar ligjet standarde të prokurimit publik dhe për transferuar pasuritë kombëtare tek privatët e përzgjedhur pa asnjë transparencë. Kur ai thot në interes të shtetit, për cili shtet bëhet fjalë? Për shtetin e qytetarëve apo për shtetin e oligarkëve dhe të korporatave të huaja? Më teja i shton. Më vjen të them diçka mbi këtë zhurmën e një lajmi të rrem me demek që shteti po fal zvërnecin, thot Rama. Shteti nuk po fal asgjë, ai është në pronën e tij private dem babaten. Investitorë të përfshirë në këtë proces janë shumë serioz, të cilët, thot Rama, këtë pronë e kanë marrë nga privatët. Mashtrimi i dytë dhe më i rrezikshmi. Shikoni pak kontradiktën logjike që të bën të vesh kujën. Nëse ajo që ka pronë private dem babaden e marrë nga investitorët direkt nga privatët, pse atëherë banorët lokal protestojnë me dokumenta në dorë se po u bllokohet hyrja në pronat e tyre? Pse shteti ka ndërhyrë duke klasifikuar fillimisht si tokë shtetërore e ranishte dhe pastaj po e kalon në duart e projekteve të mëdha? E vërteta është se me termin dem babaden, kryeministri i përkohshëm Rama po mbron transaksionet të dyshimta, ku pronarët legjitim janë anashkaluar përmes kaosit të kadastrës së fëlliqur shqiptar. Ligji 7501, arma bërthamore e kirurgjisë sociale. Për të kuptuar se si arritëm këtu, kthehemi tek mëkati fillestar. Ligji 7501 vitit 91. Ky ligj nuk ishte thjesht një reformë agrare, ishte një bombë me sahat e vendosur në themelet e pronës private në Shqipëri nga Ramiz Alia dhe më pas i miratuar me heshtjen e Berishës. I miratuar në ditët e fundit të regjimit të Ramiz Alis nga një parlament me shumicë ish Partia e Punës, ky ligj nuk u ktheu tokën ish pronarëve historik, por u andau atë si pas frymës familjeve që ndodheshin në fshat në atë moment. E quajtën ligji i stabilitetit për të shmangur urinë dhe konfliktet për plasjet sociale, por në fakt ata krijuan një konflikt të përjetshëm me pronat për shqiptarët. Sot në një parcel të vetme, në Zvërnec apo kudo në Bregdetin shqiptar, mund të gjesh 4 pretendues, 4 njerëz që mbajnë 4 dokumenta pronësie. Ish pronari i para vitit 1944 me tapite vjetra të mbretërisë apo të perandorisë, familja që e mori tokën me ligjin 7501 dhe ka punuar për 30 vjet, shteti që deklaron zonë të mbrojtur dhe pyll sa herë që duhet të bllokojë regjistrimet. Dhe investitori strategjik që vjen me një vendim qeverie dhe glabëron gjithçka. Kush e fiton këtë kaos? Ai që ka pushtetin e vulës. Qeveritë e një pas njëshme, përfshirë edhe atë të Sali Berishës, e zbatuan dhe nuk e korrigjuan këtë ligj me preteksin e realitetit të kohës dhe e mbajtën qëllimisht këtë plagë të hapur. Pse? Sepse një pronë me dokumenta të paqarta është një pronë që vidhet më kollaj. Kur toka që dikur vlente pak, sot vlen miliona euro për turizëm, ligji 7501 përdoret si mjet pezullimi për banorët dhe si
kalimi për korporatat me të cilat blen Rama pushtet ndërkombëtar. Shkojmë tek protokolli i fshehtë shtetëror. Siç ju a thash në fillim, plani nuk ndalet tek asgjësimi i pronës. Ndërsa ju jeni të zemruar për tokën tuaj, në prapasken sulmohet vatra e fundit e qëndresës, familja dhe integriteti biologjik i brezit të ri të këtij kombi. Pa asnjë konsultim publik, pa asnjë debat të hapur profesional apo ligjor, Ministria e Shëndetësisë ka miratuar një udhëzues klinik që hap rrugën për herë të parë për trajtime të ndërhyrjes hormonale tek të rinjt shqiptar në sistemin shëndetësor, konkretisht në QSUT. Raportimet mesatare tregojnë se ky protokoll parashikon që procedurat e pëlqimit të informuar dhe të vlerësimit mund të nisin teorikisht që në moshën 14 deri në 16 vjeç, bom mesat. Le të jemi plotësisht të saktë dhe të matur klinikisht, para në kurthet e censurës së rrjeteve sociale. Këtu nuk bëhet fjalë për tolerancë apo për drejta njerëzore të individëve të rritur, të cilët në moshë të plot janë të lirë të bëjnë çfarë të duan me jetën e tyre. Këtu bëhet fjalë për përdorimin e institucioneve publike dhe të protokolleve mjekësore sataniste mbi fëmijë që janë ende në fazën e pjekurisë fiziologjike, hormonale dhe psikologjike. Në moshën 14 vjeçare, një fëmijë në Shqipëri nuk lejohet të ketë patent, nuk drejton dot një mjet, një makinë, as lejohet të votojë, as të marrë vendime për pasurinë e tij, sepse konsiderohet se nuk ka arritur pjekurinë e plot intelektuale për të kuptuar pasojat afatgjata. Por sipas këtij udhëzimi të fshehtë, po ky fëmijë që ka gati të hyjë në rrugë pa kthim të ndryshimit të ekuilibrit të tij hormonal. Ky është një eksperiment social i pastër, i rrezikshëm, i sponsorizuar nga qarqe ideologjike që duan ta kthejnë marrëzinë dhe poshtërsinë në një rutinë institucionale dhe shtetërore. Kur shkatërohet vetja, nuk ka më atë dhe. Po u shkatëru biologjia, s'ka më atë dhe. Dhe shikojeni me kujdes, me bisturi mjeku këtë ndërlidhje të frikshme. Kur të marrin pronën, të kanë hequr mundësinë e pavarësisë ekonomike. Je i detyruar të punosh si sklav në tokën e të huajt ose të ikesh në emigrim. Kur të mjegullojnë identitetin biologjik të fëmijës, të kanë shkatëruar me bombë atomike vazhdimsinë e familjes tradicionalisht të shëndetshme, ashtu siç e ka njohur ky komb dhe gjithë njerëzimi. Kur këto dy kolona shëmben, çfarë mbetet nga Shqipëria? Mbetet thjesht një emër gjeografik, një Guack e zhbrazur ku të huajt vinë për pushime luksi dhe vendasit shërbejnë si staf shërbimi. Kjo mbyllje e ciklit na kujton vargjet e famshme të Atë Gjergj Fishtës, i cili tha: po, mallkuar kofsh o ti shqiptar, që parat e huaja i ke ndjek si qen, e për një cop buk e për pak ar, ke shitur nderin dhe ke shit këtë vend, kështu e tha Fishta. Ndjes pas. Sot po shitet gjithçka në emër të modernizmit dhe të zhvillimit strategjik. Nga një anë kemi propagandën e qeverisë që thotë se po kalojmë në një fazë të re, dhe nga ana tjetër kemi realitetin e hidhur ku banorët hynë brenda rrethimeve private për të kërkuar të drejtën më elementare njerëzore. Transparencë për kontratat, publikim të lejeve dhe mbrojtjen e lagunës e të pyllit të sodës ndaj shkatërimit masiv. Tani kam një thirrje për reagim, o sot, o kur. Këto pamje që shihni nuk vinë nga vendet në luftë të lindjes mesme, as nga rajonet e apartheidit në Palestinë, ku njerëzit luftojnë prej
dekadash të gjata për një rip tok. Këto vinë nga Vlora e Ismail Qemalit. Konflikti në Zvërnec nuk është thjesht një debat mjedisor për flamingot dhe biodiversitetin. Është një betejë ekzistenciale, juridike dhe pronësore për të ardhmen e këtij vendi. Nëse sot ne do të lejojmë që Zvërneci të kthehet në një resort privat me hyrje të kontrolluar, ku qytetarët humbin aksesin në det dhe në natyrë, nesër nuk do të ketë më asnjë hapësirë publike të lirë. Nëse sot heshtim përballë protokolleve të fshehta që synojnë të eksperimentojnë mbi fëmijët tanë, nesër nuk do të keni më të drejtë të quheni prindër dhe ju a kam thënë prej 15 viteve, jo vetëm tokën, por edhe veshkat do t'u marrin. Lëvizja Dheu bën thirrje sot çdo shqiptari që ka një pikë burrnie e dinjiteti dhe përgjegjësie kombëtare. Zgjohuni nga gjumi i mashtrimit madh, mos u mashtroni nga ligjëratat e gjata të ekraneve të mashtrimit, të hajdutëve të oligarkëve që ju premtojnë lavdi mitologjike, ndërsa ju marrin realitetin dhe të ardhmen dhe pronën tuaj në përkëmbë. Detyra jonë sot është të kërkojmë me forcë transparencë të plotë dhe të menjëhershme për çdo kontratë të korporatës së investimeve në Zvërnec dhe në Sazan, dhe të ndalojmë në mënyrë të menjëhershme çdo rrethim privat përpara se gjykatat të thonë fjalën e fundit për pronësinë dhe realitetin e pronësisë për banor. Anullimin e çdo urdhri apo të protokolli klinik që prek të miturit, pa miratuar, pa bërë një debat të hapur mbar kombëtar serioz. Koha e fjalëve në rrjetet sociale ka mbaruar, shqiptar. Ky është momenti i përballjes me të vërtetën. Ose do ta mbrojmë sot tokën dhe identitetin ton, ose do t'u dorëzojmë atë përfundimisht, një shteti që nuk njeh as ligj, as komb, as zot, as natyrë. Sot, ndërsa kjo grehin lavdije po çmontohet tull pas tulle, çfarë do të bëjmë ju që jeni në diasporë, ju që ikët nga halli me sytë skaj në skaj të botës, e morët rrugën e mërgimit që atë dheu juaj të kthehej në një çiftlik privat oligarkësh, që kur të ktheheni të verë, t'ju thonë se plazhi i fëmijërisë tuaj ka një pronar të ri strategjik dhe ju nuk mund të shkelni më aty? A mund të pranoni, vëllezërit tanë, që fëmijët e vëllezërve tuaj në Shqipëri të trajtohen si numra në për eksperimente ideologjike sterile, ndërsa ju dërgoni djersën tuaj në 100 euro për të mbajtur gjallë ekonominë e këtij vendi? Jo, vëllezërit e mi, jo. Ky nuk është thjesht rrezik. Ky është rrezikimi i qenies tonë kombëtare. Po na vrasin kujtesën, po na zhdukin, po na thonë se historia jonë vlen më pak se një leje ndërtimi, se morali ynë vlen më pak se një fond i huaj korporatash, dhe se dinjiteti ynë mund të blihet me disa premtime boshe televizive tek televizionet e hajdutëve të mëdhenj, oligarkët e Ramës dhe Berishës. Ali Aslani i madh shkruante dikur: "O zotëri të mbrojtur me hije, që s'dini se ç'është nder e ç'është bes, ju jeni vetë sa hije pa hije, që kombin po e linit pa shpresë. Të gjithë ju që refuzoni ta ktheni kokën nga Shqipëria, këto janë për ju këto vargje. O sot, o kur, me lëvizjen Adheu, shpresa nuk ka vdekur, sepse jemi ne dhe ka shumë të tjerë si ne. Sot nuk është koha për të pyetur se cilës parti i përket. Flamuri që po digjet nuk ka ngjyrë politike, ka ngjyrën e gjakut ton. Prandaj, lëvizja Adheu ju bën thirrjen e fundit të ndërgjegjes. Ngrihuni sot, ju në Vlorë, në Shkodër, në Prishtinë, në Shkup. Mos prisni që fatin tuaj ta zgjidhin ata që nuk janë shitur prej 3 dekadash. Bashkoni me banorët e Zvërnecit dhe bëni një gardh i gjallë përpara sektit të babzis. Vëllezër dhe motra në diasporë, bëhuni zëri i këtij populli në çdo cep të botës. Ndaleni financimin e propagandës së tyre. Ngrini zërin, kthejeni vëmendjen tek shtëpia juaj e vjetër, sepse po u shuhet ajo vatër, ju do të mbeteni përjetësisht pat dhe nuk ka më kohë për të pritur, miku im.
Ndërsa nëse nuk ngrihemi sot për tokën tonë, për fëmijët tanë, për kodin tonë gjenetik e moral, nesër do t'jetë vonë dhe historia do të na mallkoj 7 brezash, një lloj si brezin që e dërzoi Shqipërinë pa shkrep asnjë fishek. Zgjatini duart tuaj drejt njëri tjetrit, thirrni burnin dhe besën shqiptare. Bashkohuni sot me Lëvizjen Adeu dhe me çdo kënd që e shihni se është duke bërë një betejë për tokën e të parëve, për nderin e familjes, për të ardhmen e fëmijëve tanë. O sot, o kur, dhe të gjithë përpara të shkojmë drejt fitores, Shqipëria është e shqiptarëve. O sot, o kur, duhet i dalim Zot, sepse ata janë bashk në kodin e tyre të heshtjes, janë bashk në marrëveshjen e tyre për ta shitur Shqipërinë, janë bashk në heshtjen e tyre për lejet e kullave, janë bashk për ndarjen dhe për reformën territoriale, janë bashk për integrimin e mashtrimit, janë bashk për gjithçka, sepse e ndajnë bashk gjithçka. Sot ka ardhur radha të përgatisim grushtin e madh për klasën e vjetër harbute anti-shqiptare. Tek komenti i parë i pinuar do të gjeni linkun në të cilin mund t'i bashkoheni Lëvizjes Adeu. O sot, o kur, shumë pak kohë i ka mbet të smurës tonë, Shqipënisë tonë, që është në vdekje klinike dhe në intubim. Paria hajdute dhe barbare e Tiranës e ka marrë vendimin, po ja shet organet sepse e ka shpall vdekjen e Shqipënisë. Jemi në luftë me kohën, o do t'ja mbrojmë jetën dhe do t'a zgjojmë nga koma Shqipërinë, ose ne me gjithë Shqipërinë nuk do të ekzistojmë më. Ju e keni në dorë se çfarë do të vendosni. Ju e keni në dorë çfarë do të vendosni. Ju kërkoj ndjes që mbrëm nuk arrita të jem live, edhe pse ju premtova, sepse takimet e mia kanë mbaruar në 12:30 të natës. Sonte do të shihemi live, o në 21:30 ose në 22, për temat shumë të mëdha dhe të rrezikshme. Bota po griset, harta do të grisen, planeti po zhbëhet, rendi i ri botror po vjen. Kam 4 vjet që u a them, e kam shkruajt ke libri çdo fjalë, stuhia e thyer, ja ku e keni. Historia e një zonje të përdhunuar. Zonja e përdhunuar është Shqipnia. Ju a kemi shkruajt, ju a kemi thënë gjitha. Sot është radha juaj. Kthejuni videos nga fillimi. Gjojeni dhe i herë vargjet e Fishtës dhe të Ali Aslanit, të gjithë ju që keni dyshime dhe keni krenari të reja, mbi vendosje krenarie me identitetet e reja që i keni zbuluar jashtë, kur jeni largu nga Dheu me fatin, me dëshirën apo pa dëshirën tuaj. Mirë dëgjofshim shpejt.